Djali godet pa mëshirë nënën 30 herë me thik para fëmijëve pretendonte se ishte shtrig. Një djalë bërtiti dua që ajo të vdes, ndërsa theri nënën e tij më shumë se 30 herë jashtë shtëpisë së tyre. Dëgjoi një gjykat. Daniel Kok e goditi brutalisht me thik nënën e tij, Helen Kok, 72 vjeç, për vdekje jashtë shtëpisë së tyre pranë Leicester. 39 vjeçari nisi sulmin e tij pasi pretendoi se ajo ishte shtrig ndërsa familja po hante drekën e së dielës së bashku. Gjykata e kurorës së Leicester dëgjoi se ekspertë shumë besonin se Kok vuan nga skizofrenia. Gjykata dëgjoi se Kok u tërbua pasi Helen kishte refuzuar ta linte të kthehej në shtëpi, ku jetonte me bashkëshorten Russell. Kur ajo u nis nga dhoma e ndenjes për në kuzhinë, Kok e ndoqi. Russell dëgjoi gruan e tij duke bërtitur, mos përpara se të hynte brenda dhe të zbulonte atë të shtrirë në një pellg gjaku. Kok po qëndronte sipër saj me një thik. Helen arriti të zvarritej në rrugë përpara se Kok ta ndiqte dhe ta vazhdonte ta godiste atë me thik përpara fëmijëve të tmerruar. Russell u dëgjua duke i thënë të birit, "Mjaft, do ta vrasësh." Helen u shpall tragjikisht e vdekur rreth 25 minuta pasi mbërritën ndihmat mjekësore. 39 vjeçari më vonë u deklarua fajtor. Gjykata dëgjoi se ai ishte shtruar në një njësi të shëndetit mendor në një spital aty pranë vitin 2023 dhe më pare kishte kërcënuar nënën e tij me thik në vitin 2009. Lodi Jones, prokuror, tregoi se si motrat e Kok gjithashtu pretenduan se ai do të ishte një rrezik i vërtet nëse do të lirohej. Ai mori një dënim me burgim të përjetshëm.